Mirëmbrëma. Sot të temë në këtë intervizë do të jetë Akademia e Drejtësisë, e cila është një institucion i pavarur i Kosovës, që merret me trajnimin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve të Kosovës. Për me folë për këtë temë, sonte këtu e kam mysafir Enver Fejzullahun, i cili është drejtori ekzekutiv i Akademisë. Zoti Fejzullahu, mirë se erdhën Prizma. Mirë se ju gjej, kënaqësi. Akademia e Drejtësisë është një institucion i pavarur, publik, që merret me trajnimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Është themeluar përmes një ligji në 2017. Çka konkretisht bën kjo akademi? Cili është funksioni, roli i saj? Pikërisht ashtu është drejton. Akademia e Drejtësisë është shndruar për Institutin Gjyqësor në vitin 2017 me ligjin për Akademinë e Drejtësisë. Parim mision bazë i mandatuar me këtë ligj është trajnimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve në sistemin e drejtësisë në Kosovë. Por jo vetëm këta. Edhe profesionistë tjerë ligjor, qofshin profesionet e lira, por edhe kategori tjera brenda sistemit gjyqësor dhe prokurorial. Sikurse vetë që përmenda, edhe me ligj, edhe me standarde tjera, qëllimi kryesor i shërbimit që kryen Akademia e Drejtësisë është që t'ju mundsoj gjyqtarëve dhe prokurorëve që të ngrisin aftësitë e tyre. Qofshin profesionale, qofshin kompetenca tjera interdisiplinare që i kanë, kështu që t'jenë përditësuar me trendet, me legjislacionin, me praktika gjyqësore e tjera. Ky trajnim për prokuror dhe gjyqtar veçanërisht, a bëhet kur ata fillojnë për herë të parë punën, apo bëhet edhe sa janë duke ushtruar detyrën e tyre? Okej, ky trajnimi është i organizuar përmes programeve. Po të qëllimi i trajnimit është edhe aftësimi, ta quaj ashtu fillestar, i gjyqtarëve dhe prokurorëve të sapo emëruar. Do thonë është një program që ne e quajmë program fillestar i trajnimit. Është një trajnim i detyrueshëm me ligj, pas dekretimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, ata fillojnë me një program trajnimi fillestar intensiv për 12 muaj. Dhe më pas, kuptohet në bazë të rezultateve që arrin, vazhdojnë me pjesën tjetër, dekretin e përhershëm. Kjo është pjesa e programit për trajnimin fillestar të gjyqtarëve. Për ata që kyqen për herë të parë në sistemin? Për herë të parë që kyqen në sistemin. Për këta që janë të kyqen, a shkojnë në trajnim? Është programi tjetër, është programi që ne e quajmë për trajnim të vazhdueshëm, apo avancim i vazhdueshëm i njohurive dhe kompetencës profesionale për gjyqtarët me mandat të përhershëm, duke përfshirë edhe prokuror për mandat të përhershëm. Kur është momenti kur një gjyqtar ose një prokuror, se edhe këta e kanë të detyrueshëm, apo? Tash aty është një dallim. Janë trajnimet vullnetare, do më thonë që është faqen e interesin vetë gjyqtari apo vetë prokurori për një trajnim caktuar që e vlerëson nevojën e vetë. Po është edhe trajnimi tjetër që kohën e fundit, do më thonë kemi filluar me 2 këshilla që të zbatojmë ato, që mbi bazën e vlerësimit të performancës që e bojnë komisionet në 2 këshilla, rekomandohet për një gjyqtar apo për një prokuror që të marrë trajnim të detyrueshëm me një kompetencë apo me një fushë caktuar, varësisht prej performancës që ka arritur. Tazam, a mujna me projektu, çka do të thonë kur një gjyqtar shkon në trajnim? Cila është kërkesa, ose cilat janë ato kërkesa, ose cila është ajo fushë ata duhet trajnuar? Kjo është, drejtoni është një proces shumë mirë i strukturuar i vlerësimit nevojave tyre. Do të thonë, si ne jetojmë në një kompleks të quaj ashtu të legjislacionit që kemi, të praktikave, të proceseve eurointegruese të Kosovës dhe institucioneve të sistemit. Tash, vlerësimi nevojave, parimisht, ne e kryjmë një proces vazhdueshëm brenda gjithë vitit.
varësisht prej gjyqtarit që e vlerëson se ku ka nevojë që të marrë njohurit e caktuar për një fushë caktuar. Do të thonë kjo ndërlidhet edhe me praktikën gjyqësore, me zbatimin e ligjit, kuptohet. Dhe nëpërmes mekanizmave to, ne mundohemi që të identifikojmë nevojat sa më reale tyre. Atë bëjmë, do të thonë, me një proces pak më të organizuar, qoftë përmes formularëve vetë vlerësues, qoftë përmes formave tjera vlerësimit që marrim pjesë në trajnime, gjatë përfundimit të trajnimit, qoftë edhe nëpërmes mekanizmave tjera që kemi, do të thonë, planet veprimit ndryshme për strategjitë nacionale të ndryshme, cilat e kanë identifikuar apo kanë vlerësuar që në këtë fushë, në këtë segment, të së drejtës ka nevojë për gjyqtarë që të marrin njohuri ma specializume, ma të avancume për një zbatim një ligje apo një praktike gjyqësore. Kjo është edhe një mekanizëm tjetër shtesë që bëhet. Kuptohet janë edhe mekanizma tjerë që ne i përdormi, qoftë nëpërmes kërkesa apo vlerësimeve të organeve drejtësisë, në këtë rast këshilli gjyqësor, këshilli prokurorial, gjykatave, prokurorive të shtetit. Këto janë mekanizmat kryesor bazë që ne i përdormi që të identifikojmë se cila është ajo fushë apo cila është ajo nevojë për sistemin që të fokusohemi ne edhe të ofrojmë shërbimin e trajnimit. Nëse flasim për gjykata, ta zonë një nga problemet të vazhdueshme që flitet për gjykata janë lëndët. A ka trajnime të tilla? Po ka trajnime, ne kemi trajnime shumë të specializuar të natyrave ndryshme, që në formë direkte apo indirekte ndërlidhen edhe me rastin e trajtimit të ngarkesës së lëndëve. Kuptohet, domethënë, këto lëndë baza e tyre është mbi bazën e ligjit. Domethënë, kështu që domosdoshmërisht, domethënë, ne në një formë e prekmi edhe atë fushë. Mirë po, ne kemi edhe si trajnim interdisiplinar specifikisht për menaxhimin të ashtu të lëndëve apo të gjykatave dhe gjitha fushave tjera. Kujt i përgjigjet Akademia e Drejtësisë? Akademia e Drejtësisë me ligjin për Akademinë e Drejtësisë në vitin 2017 ishte përcaktuar që të i përgjigjet Komisionit për mandate edhe imunitetit të Kuvendit të Republikës Kosovës. Më vonë, me plotësim ndryshimin në vitin 2022 në shtator, është hjek edhe kjo obligim të quaj ashtu, edhe kryekëputi është lënë Këshillit drejtues të Akademisë Drejtësisë që të mbikëqyrë. Këshilli drejtues përbëhet prej përfaqësuesve të sistemit gjyqësor dhe sistemit prokurorial. Këtu kemi dy anëtar kryesor që janë përfaqësuar në mënyrë ex officio, është kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës edhe krye prokurori i shtetit. Më pas janë edhe përfaqësues të tyre nga niveli i apelit të gjykatës apelit, nivelit të prokurorisë apelit me një përfaqësues, përfaqësohen gjykata themelore me një përfaqësues, prokurorit themelore me një përfaqësues, po ashtu edhe sekretariatet e dy këshillave me nga një përfaqësues. Gjithashtu shtesë kemi edhe një përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë, kështu që këshilli është i përbën prej 9 anëtarëve me procent. A mundja me shtru pyetjen cila është dobia e Akademisë Drejtësisë? Akademia e Drejtësisë është një vlerë e shtuar të institucioneve brenda sistemit drejtësisë. Ajo është kornizuar në për shumë politika ndërkombëtare, po që ne i quajmë standarde ndërkombëtare. Është një praktikë e mirë, jep një mundësi ta quaj ashtu një organi profesional që mirret kryesisht vetëm me këtë punë. Qoftë pjesa e hulumtimeve, qoftë pjesa e publikimeve, qoftë pjesa e shkëmbimit përvojave të ndryshme, me vendet ndryshme, me sistemet ndryshme gjyqësore. Kështu që do të kryekëput është një institucion që mirret vetëm me këta. Kjo praktikë është në gjitha vendet e Evropës, në gjitha vendet
evropiane, janë kornizu, do të ofrimi shërbimeve të trajnimit, është kornizu në përmes institucioneve dhe i kanë emërtu si akademi. Do më thonë se ndëlidhet e pjesa... A ka akademia një pasqyrë se këto trajnimet në fund do të kenë edhe atë pasqyrën e rezultateve? A ka diçka të mund që rezultatët që shihen? Apo këto jenë sita aq të shpeshta sa që është vështirë me i përcjell? Ka metodologji ndryshme, por nuk ka një metodologji standarde mbi cilën ne e vlerësojmë apo e matmi mësimdhënia. Do të thonë se janë krye këput janë trajnime profesionale. Nuk janë do të thonë trajnime ta quaj ashtu apo avancim apo edukim bazik profesional. Do të thonë ne në formë trajnimet mbështetën të këtyre institucioneve mbi bazën e kompetencës. Kur them këtë, e them kuptimin asaj që ne punojmë me profesionistë fushës. Kjo nuk kupton që ata kanë njohurit profesionale. Po a dallimi që bëhet për institucioneve të tilla çfarë jemi ne, është që i avancojmë ato aftësi. Kush janë trajnerët në këtë rast, në kuptimin e backgroundit profesional? Pikërisht, parimi është që të mësuarit më të mirë të këtij niveli të trajnimit, ta quaj ashtu, është për vetë profesionistëve që e kryjnë fushë atë punë. Se do më thonë që a jemi të folë, nuk do të thotë që bash prokuror ose gjyqtar ta zonë dekretohesh prej sistemit edhe përfundon mësimi yt. Që sikur çdo profesion, nëse nisme nga një fakt, në çdo profesion është e nevojshëm që ti përditësos njohuritë e tij, tua. Si e bëjmë ato? Ka mënyra ndryshme, ka metodologji ndryshme, ka mundësi të ndryshme, sidomos nëse marrëmi parasysh evolimin e legislacionit. Nëse marrëmi situatën e drejtësisë në Kosovë, domethënë ku kemi shumë mekanizma, kemi shumë konventa që janë të aplikueshme edhe në legjislacionin tonë. Do të thotë është e domosdoshme që ne të i përcjellmi dhe të përditësohemi me trendet të cilat zhvillohen për organeve tilla, qoftë për marrë këtë shembull, domethënë qoftë për gjykatës evropiane për drejtat njerëzit, qoftë për gjykatës evropiane drejtësisë, qoftë edhe për shumë mekanizmave tjerë që në formë ne si profesionist duhet të kemi atë mundësi dhe të e shohmi se cila është praktika gjyqësore që zbatohet apo aplikohet në këto sisteme. Kjo është një garancë e kuptimit të respektimit të lirive dhe drejtave të njeriut, domethënë edhe në sistemin tonë. Andaj është domosdoshme që t'jenë përditësuar me këto risi. Pyeta pak më herët për trajnerët, për backgroundin e tyre profesional. Tash po dalja domethënë po kthena pikërisht te kjo. Të ofrosh një trajnim, domethënë domosdoshmërisht duhet të ofrosh një vlerë shtume në këtë profesion. Në parim do të thotë ne mundsojmë edhe mundohemi që të bim të ofrojmë sa më shumë profesionistë fushës që janë të njoftën, qoftë me vendimet e tyre, qoftë me performancën e tyre. Kështu që ne me plot përgjithësi e them do të thotë që trajnerët kryesorë të ne janë gjyqtarë që vinë nga nivelet e gjykatës supreme, gjykatës apelit, një numër shumë i vogël i gjyqtarëve të gjykatave themelore, nga se vetë praktika, nuk ka shumë praktikë ta quaj ashtu të konsolidume, posaçërisht tash kur kemi do të thotë në ta quaj ashtu në përditësim të komplet kuadrit të gjyqtarëve në nivelin themelor. Kështu që, domethënë, orientimi është më shumë te gjyqtarët e gjykatës apelit, gjykatës supreme, nga se ata janë që bëjnë praktikën, ata janë që interpretojnë, domethënë ta shkruaj ashtu më shumë në kuptimin e një vendimare apo një vendosit që është vendos ka instancat më të ulta. Domethënë kjo është qëllimi që të transmetohet edhe të promovohet ajo praktike mirë gjyqësore nga nivelet të cilet e kanë edhe me kompetencë që ta promovojnë ato. Mendimi juaj rreth sistemit të drejtësisë në Kosovë përgjithësi, domethënë, ç'është funksion në kuptimin ç'është funksionon në atë
sa është funksional, sa është një sistem efikas? Edhe unë si pjesë e sistemit drejtësisë mund të referohem shumë raporte vlerësimit, të cilat kanë dhënë shumë institucione. Mendoj se performanca e sistemit drejtësisë është në nivel shumë më të mirë se sa prezantohet. Këto e kanë dokumentuar edhe raportet ndërkombëtare ku e kanë indeksu sistemin e drejtësisë. A ka mungesë të prezantimit apo ka modesti të prezantimit? Ka modesti ma shumë, shifët kjo është një vështrimi imi, shifët një punë që bëhet një punë shumë e madhe, edhe pse edhe Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurorial mundohen që ta prezantojnë, ta promovojnë, po nga ajo që kam pa, ata ma shumë janë orientuar te puna që të ofrojnë shërbimin. Kuptohet tash në kontekstin qoftë politik, qoftë ekonomik, qoftë ligjor, që cilat ndodhin në aktualitetin tonë, e quaj kushtimisht temat e mëdha, të cilat e konsumojnë, ta quaj ashtu edhe atë duken, atë aparancën e sistemit drejtësisë. Mirë, por nëse unë për veti jam në sistem të se ma shumë se 20 vite, edhe progresin që kam parë gjithë këto vite, e thotë unë personalisht jam shumë i kënaqur me të arriturat që jam dhënë, edhe jam duke u zhvillu. Është zhvillu edhe një reformë shumë intenzive. Mund të them në 4 vitet e fundit, shembull, në 4 vitet e fundit janë diku përmi 150 gjyqtar, 3 që janë regrutu. Që në kyshë në sistem. Po. Janë diku rreth 65 prokuror, 3. Domethënë, dikun është për rreth 30%, ato sistemet që është përditësuar me kuadra të reja. Edhe gjithë kjo ka ndodhur për 4 vitet e fundit. Kjo është një arritje e jashtëzakonshme. Ndoshta publiku nuk mund ta quaj ashtu ta identifikojë, domethënë si të arritën. Mirë, po ne si sistem, domethënë kur e shohim nga brenda, unë mendoj që janë ardhur një grup i profesionistëve shumë të mirë të ri, që premtojnë shumë, që janë dedikuar shumë. Këto për thonë nga se kanë kaluar në për programet të animit të ne. Edhe kështu që unë mendoj që sistemi drejtësisë në përgjithësi është të shku në një drejtim duhur. Unë nuk kam ndoshta nuk kam edhe mjaft dhëna në kuptimin e asaj, po unë mund të them që në kuptimin në regjion mendoj që sistemi gjyqësor në regjion është ndoshta i pari, për ka arritja, për ka performanca, për ka logaridhonja, edhe gjithë ato. Mendoj që është një... Cili është, me qenë se ne vim nga një trashëgimi komuniste si shoqëri, pastaj kemi kaluar në demokraci, domethënë diqysh vetëm e kemi në rrugë, kanë herët duke sikur e vetëm e kemi në rrugë kostumin. Cili është raporti qytetarit me drejtësinë? Ne kemi lindur në një sistem ku ka pas momente ku si kemi besu drejtësisë, ku drejtësinë e kemi pas si pa drejtësi, se na është bësi e tillë. Cili është ky raport, domethënë? Drejtan, kjo temë shumë e ndihshme për publikun, për gjithë. Të kërkosh drejtësi, domethënë është diçka që qytetar publiku e bën çdo ditë. E përmende sistemin e kaluar, sistemin... Janë dy, po mundon atë ndaj në 2 aspekte, në 2 rrafshe. Sistemi drejtësisë ne jemi mundu që ta ndërtojmë. Fillimisht, domethënë, është fillu diku në vitin 99-2000 me administratën Unmikut në atë kohë që të vendoset një sistem, domethënë që të paktën të filloj diçka të adresoj në kuptimin e kërkesave dhe të qytetarëve dhe të publikun për gjithësi. Edhe pjesa e dytë që dua ta theksoj këtu është pikërisht pas vitit 2008, domethënë kur Kosova bëhet shtet, deklarohet me shtetësinë e saj, fillon të bëhet një ndërtim serioz i kuptimit të institucioneve drejtësisë.
Tash të çështja e besimit publikut këtë rast është kjo një temë shumë e ndihshme. Jo dhe si profesionist Besimin është shumë vështirë të arrish si institucion, po shumë lehtë të humbësh. Mund ndodh një rast, dy raste shembull që mund ndodhin edhe ta dëmtojnë, ta cenojnë besimin e publikut. Kur thon besimet janë pritjet e publikut. Pritjet janë domethënë që të bëhet të vendoset një drejtësi, qoftë në rast. Është herë besimi i drejtësisë shumë herë domethënë kjo në një formë cenohet prej rrethonave tjera, prej zhvillimeve tjera, qoftë politike, qoftë ekonomike, qoftë interesave ndryshme. Pa ajo që është e rëndësishme është si pushtet, mendoj që sistemi gjyqësor çdo ditë, edhe sistemi prokurorial çdo ditë për ditë, po tregojnë edhe leadershipin e vet, po tregojnë edhe profesionalizmin e vet, po tregojnë edhe ta quaj atë përgjigjen ndaj kërkesave të publikut edhe të qytetarëve të cilëve ju shërbejnë. Kjo është në vështrimin tim që unë e kam pa, në rrugtimin tim që e kam pa për vitet tona në sistemin e drejtësisë. Jemi sistem i ri, jemi ende në proces ndërtim. Nuk është diçka që ne kemi ndërtu me qindra vite. Është diçka që ne po folmi për një dekadë gjysmë. Edhe sot ne, shembull në shumë raste, do shta të përdorën disa nga praktikat tona, përdorën edhe për vendeve në region që kam pa, unë mendoj që është një arritëm e jashtëzakonshme. Mirë po kuptohet, temat e mëdha shumë herë, domethënë lanë në hije këtë fushë. Për mene punën e politikës edhe një nga problemet, sidomos në vendet postkomuniste, një nga problemet më të mëdha e sistemi drejtësisë që i ka është raporti me politikën. Tash do t'ju pyesëm parim, domethënë edhe si profesionist. Sa lëndon sistemin e drejtësisë dhe sa e ka lënduar raporti politikës me drejtësinë në kuptimin edhe deklarativ, për shembull kur themi që kur një politikan del në media dhe thotë që gjyqtarët janë korruptuar, prokurorët janë korruptuar, domethënë sa lëndon kjo? Po normal që ajo i ka dhe pasojat e vet. Ajo është cënimi i parë që bëhet të besimi i publikut. Mos të harrojmë, politikanët në këtë rast... Sepse politikanë kanë djekës, kanë besimtarë... Pikrisht, është komunikim ata në komunikim të vazhdueshëm me elektoratin e vetë, me audiencën e vetë. Edhe është shumë normal, domethënë që, sikur se përmenda, ndoshta shumë më mirë kishte me qenë, sikur në këto raste të prezantohen elektoratit apo të prezantohen audiencës të arrytërat e sistemit. Ngritja e besimit në sistemin e drejtësisë është kusht për zhvillimin edhe tonë ekonomik, të gjithë shtetit tonë. Kuptohet, mund t'i ketë edhe defektet e veta, mund t'i ketë ato gjitha që janë pjesë normale, normal nuk është askush i pagavueshëm. Mirë po në përgjithësi, nëse marrim e shiqojmë si tërësi, mendoj që qytetari jonë meriton të ketë besim në institucionet tonë. Ne nuk kemi pas institucione para vitit 2000. Për këthejnë ata e periuda. Ne më shumë se ndoshta çdo kush, edhe në region, edhe në shumë vende, e dim peshën, e dim vlerën, edhe dim nevojën, se sa është e rëndësishme që të kemi institucionet tona. Ky është edhe parimet që është ndërtu sistemi jonë, edhe organizimi jonë, shtetë tëror. Unë mendoj që edhe në shumë vende kanë thonë, ndoshta edhe shumë vende në region janë proceset reforma tash. Mirë po të ne parimi ndarjes kushteteve është kornizuar qysh më herët. Që ndoshta shumë vende tash është vërtet që është kornizuar parimi ndarjes të pushtetit. Mirë po ne dimë që në regionin ku jetojmë, po edhe në vendin tonë e dimë shpesh që politika ka pas se politikanët synojnë pushtetin edhe shpesh herë vendosin në provë edhe institucione shumë sensitive, që është drejtësia, që janë gjykatat, prokurori, në thumbin e tyre të kritikës, që ajo reale ose s'e reale, domethënë, edhe kjo ka bë tash duhet pes qysh
Qysh menaxhohet kjo gjuhë e politikës në raport me drejtësinë, domthonë. Shpeshherë thuhet ka ndërhyrje, tash ndërhyrja është një deklaratën publik. Është shumë e vërtetë që apo thu, në farformë është një ndërhyrje indirekte në vendimarrje, se në farformë është vendos presionin publik te gjyqtari apo te prokurori i rastit. Edhe normal që nuk është një ndjesi e këndshme kur këta profesionistë punojnë nën atë presion. Kështu që ta janë pjesë të kësaj shoqërie. Kuptohet tash po kthejna pak edhe te pjesat e rolit jon. Ne kemi edhe trajnimin që ofrojmë trajnimet, domethënë që të paktën gjyqtarët dhe prokurorët të kenë mundësinë të marrin nga një vështrim nga praktika të ndryshme të vendeve ndryshme, kuptimin asaj se si të menaxhojnë, qoftë presionin, qoftë të menaxhojnë edhe situatat e tilla. Edhe pse programet tona ndoshta nuk janë të avancuar në nivelin sa janë të duhura, mirë po jemi munduar vazhdimisht edhe kemi bërë përpjekje që të vijmë edhe ekspert ndërkombëtar që kanë njohuri tilla, po kanë përvoja tilla që mund t'i ndajnë me profesionistë tonë. Unë po mundon atë që një farforme mos të përgjigjem direkt në këtë pyetje për shkak se tash sjelljen e politikanëve nuk mund ta diktoj unë apo dikush tjetër. Jo, vetëm po flasim për çështë relacionin që është, shiqo, ai institucion është i joni. Ai është i popullit, ai gjyqtar e kryen një mandat, e kryen një kompetencë, edhe mundohet ta kryejë në mënyrën më të mirë të mundshme. Ai është vendimarrës, ai duhet jetojë me atë vendim. Domethënë pesha e vendimarrjes në këtë rast, qoftë gjyqtarit individual apo qoftë në trupin gjykues, është pjesë e punës tij. Kështu që ndoshta edhe një deklaratë dikun nga dikush në publik që vën në dyshim kuptimin e atij vendimi, nuk është që i kontribuon sigurisë juridike të ne. Është e kundërta. Ndoshta me një deklaratë shumë thjesht, të paktë, po e ka cenuar atë besim, e ka vënë në dyshim te publiku atë perceptim në lidhje me atë vendim. Kështu që sistemi gjyqësor ka dyshkallësmërinë, janë gjitha mjetet juridike që i ushtrojnë edhe në qoftë se ka mund të gabojë shkalla parë, shkalla dytë, ajo që përmirëson, qoftë që edhe shkalla dytë ka pas dyshimet e veta, apo shkalla tretë, ka shkalla tretë. Domethënë, kështu që është një mekanizëm shumë i sofistikuar, është shumë i mirë, është i përdorshëm për gjithë. Mendoj që edhe përfaqësimi në këtë rast edhe i profesionistëve nga avokatura është në nivelin e jashtëzakonshëm. Kështu që do të t'i lëm me institucione ta bëjnë punën e tyre, t'i lëm profesionistë ta bëjnë punën e tyre. Ndoshta ato çka mund me bë më shumë është që t'i përkrahojmë ata, jo te defektet e tyre të gabimet, po te arriturat e tyre. Mirë po prapë du me thonë që po nisna te ajo që me shumë pak mund ta cenosh besimin, dhe sa duhet punosh shumë që ta arreq atë besim. Për milan institucionet me bo punën e tyne, na do të milan fjalë. Te fjalë të nxitse, fjalë të cënuse. Ka një perceptim që drejtësia në Kosovë në momentet caktuar ka standarde dyfishta, si perceptim publik. Në ç'kuptim? Për shembull, ka raste kur themi që filan personin nuk e ndjek drejtësia, filan politikanin, filan... A ka diçka të tillë? Nuk di pe këtij pozicioni ku jam si drejtor ekzekutiv, e kam pak më vështirë që përgjigjem në kuptimin e kësaj, apo ta vlerësoj perceptimin e publikut në këtë raste. Po në parim po flasim kështu. Në një vendin ku jetojnë, jemi në një situatë që lën jemi, domethënë qoftë jo vetëm ne si Kosovë, po dhe gjithë regioni. Po shumë normale që gjithmonë kemi pas, posaçërisht na kemi një shoqëni civile shumë aktive, që vërtet i përgëzoj edhe i çmoj shumë. Ata ndihmojnë shumë në kuptimin e qartësimit, ta quaj ashtu, edhe të mendjes apo të perceptimit publikut, edhe drejtësisë bërjes.
Natyrisht që, sikur se e përmenda, tash nuk di për cilat raste, apo cilat raste mund të kenë, apo mund të kenë dikush një informat ndryshme, ta lancojnë ato. Kur i flasëm për perceptimin, shpesher perceptimi krijon pastaj besim ose mos besim. Po pikërisht ashtu, po tash çdo kush që ka pas ndonjë raport me sistemin, po folë, qoftë i pandehur, qoftë palë, qoftë, domthonë është ai sistemi i cili ka zbatu ligjin aty, është shumë normal do të thotë që ndoshta mund ta ketë një rast ta çuj në gjykat apo në prokurori. Mirë po, janë ato premisat, prezumime domthonë që ne i kemi që në këtë rast ndonjëherë publiku nuk është i njoftuar edhe me procedurat, edhe me legislacionin, se deri ku shtrihet drejtat e çdo individi, e çdo palë në procedurë. Kështu që unë mund të them ndoshta që mund të ketë domethënë ndonjë rast që përkundër që rasti ka qenë vazhdim i sipër, edhe njerëz e kam fjalën domethënë ndonjë pandehur, i cili ka një rast penal, vazhdon në procedurë, apo ajo vazhdon e lirë në kuptimin që të zhvillojë aktivitetin e vet jetësor. Edhe këtu publiku apo dikush mund ta ketë një të pritën që plan X personi duhet jetë në burg, nuk duhet jetë i lirë. Mirë po ajo është i gabim, është i gabueshëm. Edhe nuk duhet të vlerësohet sistemi i drejtësisë për komplet për ata. Qëse nuk ka marrë epilog ai rast. Ka raste kur thonë që kjo që e paraqet drejtësinë, domethënë në kuptimin ideal, ka raste kur thonë që ka njëherë një sy e hjek shamin për dikon. Ka raste mendoj që është perceptimi i gabuar. Kuptohet ka shumë herë ndonjëherë edhe palë të pakënaqura mund të plasojnë ndonjë informat të tillë apo ndonjë pakënaqësi të tillë që mund ta shprehin shoh nëpërmes mjeteve të informimit të rrjeteve sociale, normal që mirë po e vërteta nuk është ajo, nuk ka gjithmonë e vërteta ajo. Sa i ofrohet sistemi i drejtësisë kësaj forme? Nuk mund ta matim ato, nuk di si ta matim, nuk kemi ndonjë mekanizëm që ta matim. Në perceptim publikut ne mund ta përdorim në metodologji që mat të kuptimin asaj se janë të kënaqur me shërbime të caktuara, këtë rast domethënë edhe të vendimarrja dhe gjitha ato. Ndoshta kur ndonjëherë as me një shoqëni nuk mund të arrish 100% e kënaqërisë saj. Po mund sillet domethënë të një vlerë e përafërt. Drejtësinë është shumë vështirë ta match me numra. Nuk mund ta match me numra. Në raporte dhe në anketa të ndryshme si del besimi? Pikërisht asojna. Fatkeqësisht del shumë keq. Domethënë keq kuptimin e saj që është shumë poshtë. Mirë po unë mendoj që domethënë për asaj çka kum pa dhe çka shoh në sistem, mendoj që gjendja reale faktike është shumë më e mirë se që mund të prezantohet në këto raporte apo në këto perceptime. Pra kam pak ngarkesën e madhe, e përmendëm pak shumë probleme, shumë çështje që janë trashëguar apo nuk janë rregulluar, edhe nuk janë rregulluar për një kohë gjatë. E kam fjalën për ish sistemin e kaluar. Kështu që ato gjitha janë trashëguar, edhe shembull morëm fjalën të çështja e kontesteve pronësore. Domthonë që ende nuk janë rregulluar gjitha. Domthonë edhe vende tjera kanë natyra tilla, probleme tilla. Mirë po të ne do të ketë edhe një kohë derisa të rregullohen gjitha këto çështje. E mos harrojmë që aty kemi pas edhe zbatim në kuadrit të legislacioneve të periudhave ndryshme. Kështu që ato kanë qenë gjithmonë ta quaj ashtu një raport që nevojitet kohë që të rregullohen edhe tash mund ta krijosh perceptimin, dikush mund ta ketë në kontest pronësor, nuk ka mujt me rregullu për një kohë. Është normal që krijon perceptimin që gjykatat nuk po punojnë apo nuk po funksionojnë. Mirë po zakonisht këto konteste apo këto raste marrin jashtëzakonisht kohë që të përfundojnë, marrin epiloge. Mirë po në përgjithësi, prapë po folje thashtë ajo vështrimi jem të pritjet e mia, sistemi është
të avancu, është synimi, është objektivi, është pikërisht ato që e përmende, edhe besoj që këto gjeneratat që do të jenë duke ardhur, do të na dërgojnë atje ku ne dojmë. Por nevojitet shumë punë, nevojitet shumë mund, nevojitet punë edhe nga publiku, edhe nga qytetarët, që të besojnë në gjyqtar, besojnë në prokuror, besojnë në sistemin e drejtësisë. Një nga matësit e zhvillimit ose nivelit lartë demokratisë është kur matët edhe kështu kur pozicioni politik dhe pozicioni një gjyqtari cili është më i fuqishëm. Domethënë edhe do t'ju bëj një pyetje, cili është më i fuqishëm në Kosovë, një kryeministër apo një gjyqtar? Që tash që nuk mund ta kanë vështrimin e pushtetit. Apo ende kemi të mjegulluar. Në parimin e pushteteve, këto janë pushtete ndara. Edhe Sicilia ka në letër janë shumë Sicilia ka atë peshën e vet. Sicilia ka përgjegjësinë e vet. Sicilia ka ta quajë mandatin, detyrën e vet. Unë tash jo vetëm që jam pjesë ta quajë sistemit të drejtësisë, po profesioni i gjyqtarit është një profesion fisnik. Është një përgjegjësi e jashtëzakonshme atij gjyqtari që e gjykon një rast. Kështu që tash nuk e di, nuk kam qenë, domethënë kuptimin e institucioneve tjera, nuk kam qenë, domethënë që ta shiqoj se sa është pesha asojna. Mirë po besom që puna e gjyqtarit është një punë e jashtëzakonshme, është një përgjegjësi e jashtëzakonshme e madhe. Se me një vendim mund të ndrysh jetën dikujt. Unë shpeshherë me gjyqtarë kur diskutojmë edhe qoftë nëpër programe tajnimit ndryshme, nëpër treza ndryshme kur diskutohet. Do të thonë qoftë edhe një vendim shumë i vogël, pa ndikimi i atij vendimi në jetën e asaj pale, atij personi, është shumë i madh. Kështu që pesha e punës gjyqtarit unë për vete e vlerësoj shumë, jashtëzakonisht shumë. Edhe ndoshta mas lehti kishte me qenë nëse e pyet një gjyqtar. Ose cila është pesha e tina kur ai merr një vendim. Megjithatë, me qenë se jemi në fund, megjithatë besimi është fort i rëndësishëm të gjithë. Domthonë besimi edhe në politikë, besimi edhe në sistem drejtësisë sidomos. Sepse si që thatë edhe ju me ndërtu një besim është shumë shtirë, po me humbe shumë lehtë, po për me ndërtu për qytetari me i besu drejtësisë në përgjithësi, atëherë puna e drejtësisë do të me konë konform në mënyrë profesionale, edhe të bartë edhe një etikë profesionale që pastaj qytetari me besu në ta. Që kemi folë për tema specifike që disa dhe nuk i prekun përgjegjësitë e juaja, po në parem për punën e drejtësisë. Kështu që faleminderit shumë që ishim prizma. Ishte kënaqësi edhe faleminderit edhe për juve. Shpresoj të shihemi edhe në takimet e tjera, po gjithashtu ju inkurajoj që sa më shumë të punoni në ngritjen e besimit në sistemin e drejtësisë. Nuk janë gjonat shumë herë ashtu si duken, apo ashtu si thuhen. Sidomos tu janë shumë atë koklavitëna. Shumë atë koklavitëna, kështu që unë... Se ne shpeshherë shohim një vendim gjykate, po deta i vendim është një punë shumë e madhe. Është një kuadër shumë i njerëzve që punojnë. Shumë i madhe. Pikërisht edhe ajo që ka biseduar, do të thotë ne e zhvillojmë një program tajnimit, pikërisht është një investim që bëjmë për gjithë profesionistët, që të arrijmë të në taj vendimi dëshiruar që i një farformi i përmbush gjitha pritjet e palëve që janë fillimisht atje, e që në mënyrë indirekte ndikon edhe te perceptimi edhe gjitha ato. Po besoj që ne do t'ja dalim gjithë shteti jonë, edhe shpresoj ma të mirat. Faleminderit shumë që ishim prizma. Tatsisht. Faleminderit shumë.